Dje rreth orës 8:45 në fshatin Leunov të Gostivarit, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria 74 vjeçarin me iniciale LV nga po i njëjti fshat, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se më datë 17 mars 2025 në objektin e gjykatës themelore të Gostivarit. Pas përfundimit të seancës gjyqësore, është sjellë në mënyrë agresive dhe e ka kanosur gjyqtaren me iniciale JB, e cila e ka udhëhequr rastin. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Sot rreth orës 2:10 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria 40 vjeçarin ZJ nga Republika e Malit të Zi, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se në banesën e saj ku jetonin së bashku ka sulmuar fizikisht të dashurën e tij 42 vjeçare nga Tetova. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Mbrëm rreth orës 19 në sektorin për punë të brendshme Tetov, 38 vjeçari MM nga Shkupi ka raportuar se rreth orës 17 në stadiumin në Tetov, gjatë ndeshjes së futbollit ndërmjet KF Teteks dhe Tetova dhe KF Vëllazërimi nga Korçova, gjyqtari së cilës ishte ai, gjatë ndërprerjes së lojës është sulmuar fizikisht nga fizioterapisti JS dhe portieri VN, të dy nga ekipi mysafir, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.